Policia e Shkodrës ka arrestuar 24 vjeçaren që shkaktoi një ditë më parë aksidentin me pasojë vdekje në aksin rrugor Shkodra-Nihotit. Shtetësia me inicialet SS akuzohet nga specialistët e qarkullimit rrugor për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit me pasojë vdekjen, ku humbi jetën 81 vjeçari Ragip Cena. Ndërkohë pa kaluar ende 24 orë nga ky aksident fatal, një tjetër u shënua në aksin Shkodra-Nihotit në fshatin Vrak. 2 automjete, një Audi dhe një Benz u përplasen me njëra tjetrën duke shkaktuar dëme materiale dhe lëndim të lehtë për drejtuesit. Në ngjarje mbërriten specialistët e qarkullimit rrugor dhe grupi ekspertizës për të përcaktuar shkaqet e këtij aksidenti, që këtë herë fatmirësisht u mbyll pa pasojë në njerëz. Të lënduarit u dërguan në Spitalin Rajonal të Shkodrës për ndihmë mjekësore ku ndodhen jashtë rreziku për jetën. Ekspertët rrugor thonë se aksi që e lidh Shkodrën me Malsinë e Madhe mbetet ndër njollat e zeza në nivel kombëtar, me numër të lartë aksidentesh me pasoja. Shkaqet janë të shumta, nga moszbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor tek mungesa mbi apo nën kalimeve për këmbësorët, si dhe korsitë dedikuara për mjetet motorike.